Të dashur fermerë të nderuar, ata do bëjnë një punë shumë të vështirë fizike, detyra juaj, me që shumë vap. Është t'i ushqeni dhe t'i hidratoni. Drek një do ju bëni, dhe do çoni do hanë aty. Si punëtor të vërtet, do ulen lëndin të hanë aty, si fermer të vërtet. Po për hidratimin kujdesuni me hamendje, po thuaj se çdo 30 minuta, çdo 45 minuta, në një ujë, në një lëng frutash çat ju duhet. Do çoni aty se nuk dalin dot nga gardi pa përfunduar sfidën. Është me urdhër nga gaj. Është detyra juaj. Po do të Në qoftë ju mund të zgjidhni t'i lëni të vdesin. po nuk është njerëzore. Është urdhër nga gaj. Ti po t'ishe në vend tonë, çfarë do kishte? Do i bindesh agajt. Do të përgatisni dregën për sa persona anë aty, të bollshme se do vdesin urije. Me tabaka, me përshjellje. Do ja çoni, ata do hulen të anë aty, në lëndin. A do kemi ndonjë gjë të ashtrojmë? Mendojeni vetë atë tashish në dorën tuaj, në fantazinë tuaj.